Vetëm 3 gjethet të kësaj bime i japin lamtumir kollës, diabetit dhe artritit, ja si ta përdorni. Dafina është padyshim një tonik i mrekullueshëm dhe i pakrahasueshëm me një ndikim të fortë për stomakun, kyçet, muskujt, ftohjen, sheqerin dhe artritin. Vlera shëndetësore të çajit të dafinës përfshin aftësinë për të pastruar organizmin, për të ngadalësuar procesin e plakjes dhe për të përshpejtuar shërimin e plakëve. Po ashtu përdoret për të mbrojtur trupin nga bakteriet, menaxhuar sheqerin, përmirësuar shëndetin e zemrës, zbutur inflamacionin, zgjidhur problemet e frymëmarrjes dhe gjallëruar tretjen. Ndiqni këto këshilla praktike për të përgatitur çajin tuaj të dafinës në shtëpi për të përmirësuar në maksimum vlerat e saj për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Çaji i dafinës funksionon shumë mirë sidomos në rastet kur ju mundon kolla dhe gripi. Provojeni për disa ditë me radhë derisa të përmirësohet gjendja juaj shëndetësore. Çaji i dafinës në kushte shtëpie mund të përgatitet duke siguruar këta përbërës: 4 deri në 5 gjethe të thata dafine, një shkop kanellë dhe 1 litër ujë dhe mjalë. Zjeni gjethet e dafinës dhe kanellën për 20 minuta. I lini të ftohet dhe ëmbëlsoni duke shtuar një lugë çaji, mjalë dhe 1 filxhan paksa përpara se ta pini. Vlerat shëndetësore të dafinës janë vërtet të mëdha. Ajo do të zgjidhë problemet me kollën dhe frymëmarrjen. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharurin për të lehtësuar disa probleme me frymëmarrjen. Nëse nuhasni avullin e gjetheve të zgjera të dafinës, do të ndjeheni më mirë. Avulli do të zbusë sekrecionet që shkatrojnë bakteriet të bllokuara në aparatin e frymëmarrjes. Femra shtatzana nuk duhet të përdorin vajin e dafinës. Dafina përdoret gjithashtu edhe për të përmirësuar shëndetin tretës. Gjethet e dafinës kanë ndikime të forta në sistemin tretës duke nxitur urinimin dhe si rrjedhoi duke ulur nivelin e toksinave në trup. Dafina stimulon të vjedhat në rast se ju mund të jeni helmuar nga ushqimi. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë stomakun ose zorrën e të trazgjuar. Dafina përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagni gjethet në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacionit. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është aftësia për të paksuar inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element unik të njohur si parthenoloide që reduktojnë irritimet e kyçeve ose zonave të caktuara që mund të jenë të prekur nga artriti. Dafina është e mirë për shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, 2 substanca që përmirësojnë shëndetin e zemrës. Rutin forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi kafeik largon kolesterolin e keq gjithashtu edhe nga sistemi juaj kardiovaskular. Gjethet e dafinës janë të mira kundër ankthit dhe kundër stresit. Dafina ka një efekt lehtësues dhe qetësues kundër këtyre shqetësimeve. Së bashku me trumzën, borzilokun, dafina ka në përmbajtje të saj lineol, një substancë i cili ul hormonet e stresit në organizëm. Hormonet e stresit çlirohen në një periudhë afatgjatë dhe janë të dëmshme për trupin. Ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësoheni edhe në momentet më stresuese. Gjethet e dafinës janë fantastike kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Gjethet e dafinës kanë një ndikim të drejtë për drejtë në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Konsumi i rregullt i gjetheve ul gjasa të shfaqjes së episodeve diabetike dhe mund të sjellë gjithashtu rezultate konkrete pozitive në çështjen tuaj shëndetësore. Çaji i dafinës mund të përdoret në mënyrë të rregullt, por gjithashtu ai duhet të përdoret edhe për sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë ndikime të forta në sistemin tretës duke nxitur urinimin dhe si rrjedhoi duke ulur nivelin e toksinave në trup. Çaji i dafinës mund të funksionojë si një zgjedhje e parë ushqyese për organizmin edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdorimi i çajit të dafinës në kushte shtëpie mund të jetë gjithashtu një zgjidhje produktive për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe vitaminën A.
Ky e fundit është një antioksidant natyral që njihet për vetitë e saj mbrojtëse për shikimin, por edhe mbrojtjen e problemeve të mushkërive. Dafina ka në përmbajtjen e saj nivele të larta të mineraleve si bakri, potasi, kaliumi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe. Dafina është e mirë gjithashtu për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve ndihmojnë me tretjen, qetësojnë stomakun e tranzuar dhe zorrët. Dafina është e mirë gjithashtu edhe për frymëmarrjen. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin, që do ju lehtësojë dhe eliminojë bakteriet të dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet grave shtatzana. Ai mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin e flokëve. Nëse do të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të heqës zbogthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. I lagni ato në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbogthin dhe do të zbusin edhe lëkurat e thata. Dhe përdorimet të tilla të dafinës do të jenë gjithashtu mjaft të mira edhe kundër shqetësimeve të cilat lidhen drejt për së drejti me shëndetin tuaj të flokut. Dafina ka në përmbajtjet e saj efekte antiinflamatore, të cilët do t'i rezistojnë në një sër komplikacionesh dhe do të forcojnë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Përdorimi i gjetheve të dafinës në këto raste mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur vlerat e trupit dhe për të mbajtur larg komplikacionet e njëpasnjëshme. Vlerat që dafina do t'jap në shëndetin tuaj do ta kthejnë atë në një zgjidhje mjaft të mirë me veti të mira antiinflamatore në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe do të reduktojnë inflamacionet në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjet e saj element të njohur që reduktojnë irritimet të caktuara, gjithashtu edhe kur jeni të prekur nga artriti. Dafina është një produkt fantastik edhe për sistemin tuaj të zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjet e tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut, ndërsa acidi largon kolesterolin e keq në sistemin tuaj kardiovaskular. Gjethet e dafinës janë një produkt fantastik edhe në betejën kundër radikaleve të lira. Ekspertët rekomandojnë përfshirjen e çajit të dafinës ose gjetheve të saj në gatimet tuaja në betejën kundër radikaleve të lira. Gjethet e dafinës janë një bimë fantastike, sidomos edhe për personat që vuajnë nga ankthi ose problemet e stresit. Dafina ka një efekt lehtësues, çuditëbërës, çlirues dhe qetësues. Trumza, burzloku dhe dafina kanë në përmbajtjet e tyre linaol, një element i cili ul hormonet e stresit në organizëm. Gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin e momenteve më stresuese kur ankthi është i lartë. Dafina është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë lidhje direkte në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Konsumi i rregullt i gjetheve të dafinës do të ulë riskun e sëmundjeve të diabetit. Gjethet e dafinës mund të përdoren në forma të ndryshme dhe vlerat që do t'japin organizmit janë vërtet fantastike për shëndetin tretës. Gjethet e dafinës kanë ndikime të forta në sistemin tretës duke nxitur urinimin dhe si rrjedhoi, duke ulur nivelin e toksinave në trup. Dafina stimulon të vjellat në rast se mund jeni elmuar nga ushqimi. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës ndihmojnë me tretje, qetësimin e stomakut dhe zorrës së trashë. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin për të lehtësuar disa probleme me frymëmarrjen. Nëse nuhasni avullin e gjetheve të zgjera të dafinës do të ndjeheni më mirë. Gjethet e dafinës do të përmirësojnë shëndetin e flokut. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbogthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagni gjethet në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbogthin dhe do të zbusin kështu edhe lëkurat e thata nga floku juaj. Ndaj mund ta përdorni atë si një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese edhe për të parandaluar një sër komplikacionesh. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.